Mos e prit një atë moment, na kur donë mi para Zotit mu atu, në këtë dunjo mund t'jesh milioner, në këtë dunjo mund t'kesh pare shumë, edhe ti ndashta në këtë dunjo njonin e mashtron me pak pare, ndërsa për Allahut Azza wa Jall s'të vlen. Tha pejgamberi ato s'të vlen dinari dhe as dirhemi, as ori dhe argjendi, atje s'të vlen. Atje të vlen veç devotshmëria jote, atje veprat e tua. Tha pejgamberi në hadithin që e sjell Buhariu. Tha men kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay. Tha nëse ndonjëri për juve i ka bo pa drejtësi vllaut të tij dhe pa drejtësia prej pa drejtësive më të mëdha, është kur ti e përgojon vllavin tënd. Edhe tha pejgamberi nëse ndonjëri i ka bo pa drejtësi vllavit të tij musliman, qoftë në nderin e tij ja ka ngusur apo në diçka tjetër cila do të qoftë ajo, a diçka tha falyuhallilhu minhu al-yawm. Tha o ju njerëz, halalis në tha që tasht, kërkoni halal njëni tjetrit që tasht, deri kur e mos e pritni tha pejgamberi ditën e gjykimit, kur s'ban dobi një ditë, s'ban dobi dinari dhe dirhemi. Thot e këtu thot pejgamberi në çatë ditë, thot atëherë të mirat e tua, çka ti ke bon dhe hedhen dhe ipën personi çka e ke përgoju. E më spaq të mira pejgamberi selam, atëherë të këshijat e atij çka ke përgoju mirën dhe hedhen mbi supët e tua. Çfarë so ka vle përgojimi jot? Kështu tha pejgamberi alayhi as-salatu was-salam. Prandaj vëllezër të dashur musliman, ne do të harrojmë veten tonë. Po që njëri thot, o hoxhi nderuar, ti mirë po thu që shka thonë Allahu dhe pejgamberi, që me shku mi kërku halalët ndash mu të pranu kë pendim, për këti përgojim, për këti gjënoj të madhë. Po qka me bon që unë kur qkaj të ajë person, fesadi bon që ma i madhë. Nëse është kështu personi, qka ti ke përgoju, me i thonë që unë të kam pas përgoju, ama van halal, fesadi bon të i madhë, që regullimi bon të ma i madhë, atër dini ka pos gjedhje. E cila është ajo? Kështu në ndjeki, ata shoqërinë me të cilët i ke nejtë ma herët që ke fut keq për tonë. Edhe ja nisë fol tash mirë për personin. Ja përmen një gjonë do të mira, një sugrinca të atomit, një pashposht, gjoja dhe folja së të mirë. Vallaj po, edhe tu i nejtë me atë shoqërinë, me atë rrethin, me gjlisë, neja ku ke përgoju, atë shko, edhe fol mirë për personin, ndash mu të pranu pendimi, për ndryshe, mbetet dënimi atje që të pret nga ana Allah dhe pejgamberit, e në mesin e atyre dënimeve, nga ana Allahut, që është orë për mes pejgamberit e në mesin e atyre dënime dhe më i shëmtuari, ajo që përmenda ajo lugin në zjarmin e xhehenamit, prej qelbit dhe prej ndyrës dhe prej asoj jashqitjes së xhehenemlive, ajo mbetet vendi pasaj që na pret Allahu na ruajt prej saj.